2 ditë pas tragjedisë së madhe në Koçan kanë filluar bastisje, arrestime dhe shkarkime. Në ndërtesën e komunës së Koçanit gjatë ditës kanë hyrë përfaqësues nga institucionet përkatëse, të cilët duhet të marrin dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me kompetencat e administratës komunale për lejet dhe funksionimin e disko klubit Puls. Ndërkaq, Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, pas tragjedisë në Koçan, ka marrë vendim për shkarkime në pozitat e udhëheqësve në MPB, Koçani dhe Shtyp. Nga detyra është shkarkuar shefi i sektorit për punë të brendshme në Shtyp, zëvendësës shefi i SPB Shtyp, shefi i njësisë së policisë në Shtyp, shefi i njësisë për polici kriminalistike në Shtyp, shefi i njësisë për punë të brendshme në Koçan, komandanti i stacionit policor me jurisdiksion të përgjithshëm në Koçan, shefi i zyrës së jashtme për çështje kriminalistike në Koçan. Ndërkohë, nga Prokuroria Themelore Publike njoftojnë se 5 personat e dyshuar për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan janë transferuar në burgun e Shutkës, pasi gjykata ka caktuar masën e paraburgimit prej 48 orësh. Mes të arrestuarve është pronari i lokalit dhe organizatori i ngjarjes, si dhe 3 persona të tjerë të lidhur me ngjarjen tragjike. Autoritetet gjyqësore konfirmuan se hetimi fillestar sugjeron disa parregullsi në operacionet e klubit, duke përfshirë mungesën e masave të duhura të sigurisë. Gjyqtari i procedurës paraprake caktoi paraburgim afashshkurtër prej 48 orësh për ish-ministrin e ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ish-drejtorin e Inspektoratit Shtetëror të Tregut Goran Trajkovski dhe 12 persona të tjerë të dyshuar për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan. Prokuroria njoftoi se në ditët në vijim do të vijojnë seanca shtesë, pas së cilës do të vendosë për rrjedhjen e mëtejshme të procedurës.